Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer këtu në studion e She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digitalnet do të vazhdojmë të ndjekim insertet tona. Këtë radhë kemi një çift këngëtarësh, jetë gjatë në showbiz, që është Mihëria Braha dhe Naima Bazi. E ndjekim insertin dhe kthehemi të komentojmë. Do t'i kishte vënë këngën Ma ka dal. Jam këtu me një nga çiftet më të bukur të showbizit shqiptar. Fabio. That's a reach. Dua të pyes unë djetë sot në Top Arena. Shumë bukur, ishte një emocion i veçantë, një atmosferë fantastike si gjithmonë që din në Top Channel me bu. Kështu që ishte një gjë shumë e bukur. Ishte spektakli vet. Emocionet për finalen sigurisht e bënin edhe më të bukur, më me emocion, më përmbajtje, ishte jashtëzakonisht bukur. Me Argjentinës e vesh me blu. Unë vazhdoj rastësisht. Unë jam anglin, por shkoj Anglia, më mbeti Argentina. Kush nga moderatorët ju bëri ndjeni më komod? Unë nuk e kam problem, gjithmonë pyetjet i marr shumë të mira, dhe mendoj që pyetje të keqe nuk ka, kështu që nga të gjithë gazetarët ose moderatorët që pyetje drejton në drejtimin tim, unë ju jap përgjigje dhe kam gjithmonë përgjigje. Kjo se ka problem me pyetjet, si thaj, është lehtë të luash për Portugalin, sepse luaj si do të luash, do ta shajnë Ronaldon. Edhe këtu pyetjet më të vështira apo më me spec i marrun, kështu që i bëj edhe me pak spec edhe e shkarkoj situatën. Mirë, tani një pyetje kam unë që besoj e kemi të gjithë, na lind nga brëndësia. Ju jeni një çift tmerrsisht i bukur, jeni një çift shumë i bukur, keni vite së bashku, tani, nga gjithë kjo eksperiencë që ju keni në marrëdhënie me një tjetrin. Kush nga çiftet sot duket më të mirë? Brikena me Mateon apo Klodi me Elionën? Kush ka më i gjetësi? Nga i bukur. Unë mendoj që të dy çiftet do të kenë jetë të gjatësi, sepse shoh në pash në sytë e tyre ato lulet apo xixat që shëndrisnin në sytë e tyre, mendoj që do të jenë kohë gjatë të dy çiftet. Po i presim se ata tash sapo kanë filluar dhe janë si në sapo ndezin. Edhe po i presim rezultatin. Klodi me Elionën janë pak më njerëz që e shprehin edhe për të tjerët dashurinë, ndërsa Brikena është më e tërhequr dhe si më thon bukuritë e saj gjatë jetës në çift i mban më tepër për vete se sa që i ndan me publikun. Ndërsa Eriona mendoj që është e pakursyeshme. Kush është Eriona? Okej, tani unë besoj se Big Brother i keni ndjekur. Ju dolën brenda pritshmërive apo? Po, mendoj që gjithçka ka qenë që ashtu edhe brenda pritshmërive. Absolutisht brenda pritshmërive, brenda asaj çka ku mujt me i përcjell edhe me i pa, përveç se shumë të gjatë. Po ju do futeshit si konkurrent në Big Brother? Këtë pyetje më mirë është më ja drejtu Naimit, se është ky ai që vendos. Jo, për vite na është bërë ftesa, do më thënë që kur ka filluar VIP Big Brother edhe këtu edhe atje, por është problemi se jemi në kulmin e impenimeve të jetës e vështirë për të mbyllë në 3 muaj. E dikush do ta fitonte? Mihëria. Dhe Ale, ti fitore po thua? Ndonjë bashkëpunim të ri? Sapo kemi lansuar një videoklip, unë, Naimi dhe Lora, motra ime, kështu që është këngë ma tepër e ahengjëve, dasmave, me që jemi në sezonën e tyreve dhe mbrëmjeve po. Kurse së shpejti do ta kemi një duet, diçka fort të bukur me Miriam. Brenda sezonit verë apo? Jo, kalon? Dhe shtatore tutje. Godet Fabio për sëri. Andi nuk të shmbyllur goja gjithë insertin. Më fal, komentoje. Komentoje tash, çfarë po thoje? Tash i thash unë tash.
Bravo Doshi. Ti ke konfuzuar gjithë ndjekësit. Këtej dëgjonin ata dhe këtej të dëgjonin ty. Am thot komentoje? Tash Çalli kishte me momentin kur Fabi i komplimentonte dhe i thonte jeni çfarë më bukur. Pse krahasove me Dua Lipa? Tash Dua Lipa është sa vjeç është Dua Lipa? 20 e pak vjeç, ata janë më në moshë. Më fal pse e morë personale ti. Ti si as çift vetë jo çe. Unë marr personale. Jo, unë dua të qartësojmë ndjekësit. Pse mi konfuzon ndjekësit? Ku konfuzuan ata? Po jo më mos jaro tani, pse kishe gjithmonë një koment, një hedhje sysh. Unë nuk duhet ta komentoj këtë, sepse unë jam tim Remzia, kështu që i kemi ndarë, kështu që Do e them për to. Unë mend sapo më erdhën dhe më thanë që donte ta pyete, lëre kush më erdhi mua. Më thanë që donte ta bënte këtë pyetjen për Remzien, po kishte pak frikë se mos pa le situata mund ta eskalonte. Po Miria ku ta gjej ta pyesim për Remzien. Tani Andin e morën vesh se ç'mendim ka lidhur me çiftin. Ju gota si ju duket çifti? Nikol? Mendoj që në eksperiencën e vet, në lidhjen e vet e kanë treguar shumë qartë që janë për njëri tjetrin dhe patjetër më të mirat. Le të vazhdojnë të japin një shembull për brezat e rinj. E shoh që e ke një koment pikant. Jo, unë për vete jam tim Miria. Bravo. Miria kukull Barbie zonj. E pa prekur as ti pik botoksi siç thotë vetë. Edhe më pëlqen shumë. Wow, Po ashtu edhe Naimi shumë pikant me komentet kështu s'mbaj fare. S'ke gjuar burrin Remzies. Këtu mund të zhgënjej dhe unë jam tim Remzie. Andi duket se ka personale, nuk e kuptoj. Personale pse ç'a thash? Si shava? Se kuptoj. Nice, kalojmë tek sa zemrën e but keni, mor zot nuk e përballon me humorin. Komentet e tua pikante, por në fakt diçka që mua më tërhoqi vëmendjen ishte që nuk u ndalën për të dhënë komentin e tyre edhe për të bërë krahasimin midis Ila Mendja? Ti kryzoj njerëzit pastaj sa dilte intervista? Jo, Ila Mendja që të zgjidhnin mes dy çifteve. Një zgjedhje e bërë. Na jemi mos gabori pa e bëri me gjithë elegancën e mundshme. Zgjedhja ishte shumë e prerë, në fakt zgjedhja ishte shumë e prerë. Eliona tha dhe Klodia shprehin më shumë dashurinë, ndërkohë që po nuk zgjodhi, tha të dy çiftet janë të bukur, tha i shkëlqejnë syt nga dashuria, e kështu xixa, shiftet xixa Miria. Më shumë Klodi dhe Eliona shprehin më shumë tha. A nuk do të thotë kjo diçka? Nuk na jep kjo neve një indicje? Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që kur një personazh sheh dy çifte dhe shef një çift që e shfaqen më shumë dashurinë e tyre, ju duket më e vërtet këta që e shfaqin sesa këta që nuk e shfaqin. Mirë, të bëj avokatin e djallit ton, po në rastet kur një çift e shpreh shumë dashurinë dhe njerëzit i kritikojnë se po e bëjnë për vëmendje. Shikon, nëse merrni me komentet si për vëmendjen, si për brikenën që është shumë e ftohtë. Një lloj nuk është detyrimisht tregues shprehja e dashurisë. Po në këtë rast me që pyetja është tregues. Është halli, është çift, është halli. Pra ti po thua që Mateo dhe Brikena nuk janë çift i vërtet për sa kohë nuk e tregojnë bashkë? Jo, nuk e shkon. Po flas me ty, më po flas me ty. Po pse jeni dy në një? Ne vim paketë, nuk vim dot të ndarë. Ne paketë, rasto dhe tutje. Bravo. Në këtë rast, ma thu dhe herë pyetjen se Selina mundon. Do të thuaj që Selina mundon. Pra ti po thuaj që të treguarit të dashurisë, të postuarit, të dalurit bashkë, të shprehurit publikisht për njëri tjetrin, e bën më të vërtet një çift. Pra ti po thuaj që Mateo dhe Brikena duke qenë se nuk e bëjnë, nuk janë çift i vërtet? Në rastin e këtyre që i kam parë edhe nga afër, unë mendoj që domethënë një çift që janë publike dhe kanë vërtet dashuri, nuk rrin dot pa e shfaqur. Në rastin e këtyre nuk i kam parë asnjëherë ta shfaqin këtë dashuri. Dhe Sara për shembull nuk e shprehin publikisht dashurinë me njëri tjetrin. E këta se di si kam parë. Unë do të çoj një tjetër nivel. Andi, dëgjoj me kujdes. Në qoftë se Miria dhe Remzia do ishin në një Big Brother, kush do ta fitonte Big Brotherin? Unë mendoj që Remzia do dilte vet me këmbët e veta, nuk do merret dhe fitonte Miria. Okej. Ju keni ndonjë mendim? Çfarë do ndodhte nëse ato të dyja do hynin si balore vetme? Kjo do ndodhte vetëm qofse Zoti dhe djalli do hynin po bashkë. Çfarë situatash mendon që do ringjalleshin ose? Jo, shikoj, e para nuk mendoj që Remzia do hynte dot te Big Brother. Jo, unë e them kur. Për këtë që sapo thash, kur mos thuaj kur se Big Brother ka treguar që për të edhe dorën kështu zjarr. Për të dyja duart i vë kështu zjarr. Big Brother ka treguar që gjymos përzues dhe zakonisht balor të vetëm bën atë që nuk shkojnë. Dëgjoja. Po ta dush edhe më bast, edhe më bast. U bo. Me çfarë? Prite. Me çfarë?
të hyni bashkë pastaj Jo, që e la qoftë me motër. Po pse ta prapon? Jo, kjo nuk ndodhe para sepse Remzia është shumë angazhuar për gjatë gjithë vitit, jo vetëm sezonin e verës, kështu që është e pamundur që të lërë. Po mirë, ti Miria nga ana tjetër nuk është e angazhuar që na mbake kaq shumë anti-anti, se më mërzit. Hape Instagramin e Mirie, sa koncerte ka bërë këtë periudhë? Në fakt unë e pash ti patë një kështu një përdredhje sysh kur Miria thotë që Zemra dil nga Big Brother që janë këto pashë kishin një përdredhje syri. E kisha vërtet, nuk e di nëse kamera ka kapur atë moment. Valla, jo veç përdredhje syri, po ke bëmi mira këtu sa e kënaq. Jo, ishte momenti që thotë ne jemi në kulmin thotë karrierës tonë dhe nuk kemi pse të futemi brenda Big Brother në këto momente. Kulmin e karrierës së tyre ata kanë pasur 2009-2011 e para. Nuk e kanë tani. Pra ti mendon se nuk e kanë tani, okay. Po nuk mendoj që e kanë tani sepse nuk ka një këngë të tyre tashmë të prodhuar së fundmi që mund të qarkullojë. Nuk pa eliminoj fare karrierën e tyre muzikore dhe hitet që kanë bërë. Por për mua kulmi i tyre i karrierës ka qenë deri në vitin 2010-2011, ku ata merrin pjesë në festivalin në Shqipëri dhe këngët u bëheshin hit, sidomos Mirijes. Nuk mund të them të njëjtën gjë tani. Nga ana do ta krahasosh me Remzien, nga ana tjetër ke këngët e Remzies, ditarit që qarkullon akoma dhe sot e kësaj dite, e ke jo vetëm në klube. Tani juve filloni dhe ju fillon dhe ti fanca Mirijes, duke drejtë supin. Është vërtet po. Kështu që unë po flas fakte, atë nëse dikujt nuk i pëlqen faktet, s'është problemi im. Nëse dikujt nuk i pëlqen që është vap sot, s'është problemi im. Unë se ju keni një ndarje këtu në studio, që jeni ndar midis këtyre dy këngëtarëve, por unë personalisht nuk kam një ndarje konkrete, sepse unë mendoj që të dyja janë shumë të veçantë në llojin e tyre, kështu që janë në njëjtë lloj e para, nuk kanë në llojin e tyre. Janë edhe bjonde të dyja. Janë në njëjtë lloj, janë këngëtarë të muzikës popullore. Patjetër që kanë karakteristika të tyre që i dallojnë rreth, nuk mund të bësh. Po sigurisht pra po, por ishte njëra. Por në fushën e muzikës ato janë të njëjtën varg. Kjo ka lindur nga një dramë dasma, shpejesa, Jo, po bën mirë që e thua se unë s'po marr një anë sepse kam harruar çka ka ndodhur me këto të dyja. E po tani më ftoj në dasëm të çunit, se ftoj në dasëm të gocës, këto janë malle tipike. Por nga kjo ka lindur e gjithë kjo me këje dhe pseje. Por unë di të them që unë më shumë këngë i di Remzies se sa Mihrijes, kështu që prandaj jam ti e ktheve këtë bifin këtu mes nesh edhe ne të zihemi, sepse ti më akuzove mua që je një ançëm. Kur unë vetë thash jam një ançëm. Do vazhdojmë të diskutojmë. Do vazhdojmë në backstage ta ndajmë këtë bifin tuaj. Publicitet që ta sjellë në publicitet. Ta ndar publiku Remzia do Queen.